Mirëmëngjes miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot dëshiroj të flas për mbretërinë e Zotit. Çfarë është mbretëria e Zotit? A dini që Jezusi tek Ungjilli Mateu 6, vargu 33 tha, Jezusi pikërisht bën një deklaratë radikale për logjikën tonë. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e Tij, dhe të gjitha të tjerat do t'ju shtohen. Jezusi nuk po na thot thjesht mos u shqetësoni, por po na tregon mënyrën, rregullin, rendin kur njeriu vendos të parën gabim, gjithë gjërat e tjera do të jenë në rendin e gabuar. Kur vendos të parën drejt, e gjithë stiva e prioriteteve në jetë do të marrë vendin e dur. Tregohet një histori për filozofin e njohur Blaise Pascal, i cili ishte një gjeni i matematikës dhe i shkencës. Një mendje që mund të ndërtonte argumente në saktësinë e një ore zviceriane, por në kulmin e jetës tij, Pascali përjetoi një tronditje të brendshme shpirtërore, jo thjesht ide të ndryshme që erdhën tek ai, por diçka të brendshme, një lloj si një zjarr i brendshëm. Tek shënimet e tij, Pascali na lë një fjali që rrëzon krenarinë e mendjes moderne. Ai tha: Zoti i Abrahamit, i Isakut dhe Jakobit, jo Zoti i filozofëve. Pascali kishte kuptuar diçka realisht shumë të madhe. Shumë njerëz e zbulojnë vonë. Njeriu mund të fitojë gjithë botën e arsyes, por mund të humbas botën e shpirtit, të kuptimit. Ai pa që jeta nuk mbushet me më shumë, por me më parë. Më lejoni të ndaj për ju disa të vërteta të rëndësishme që dua të mbesin sot. E para, çfarë është mbretëria e Zotit? Miq, mbretëria e Zotit nuk është thjesht një vend në hartë, as vetëm qielli pas vdekjes. Është sundimi i Perëndis, ku vullneti i tij njihet, pranohet dhe zbatohet. Mbretëria shfaqet sa herë Krishti mbretëron në zemër, tek dëshirat, tek vendimet, tek morali, tek familja, tek financat, mbi frikën dhe mbi ëndrat tona. Siç edhe Agustini i Madh do thoshte, zemra e njeriu ende të shqetësuar derisa të gjejë rendin e saj, paqen e saj të vërtet tek Zoti. Mbretëria është rendi i drejtë i jetës nën mbretin e vërtet. E vërteta e dytë, çfarë do thotë të kërkosh mbretërinë e Zotit? Jezusi na porosit të kërkojmë më së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e Tij. Të kërkosh mbretërinë e Zotit do thotë të vendosësh Zotin prioritetin kryesor në jetën tënde. Zoti jo një aksesor, as një shtesë fetare. Është kërkimi i përditshëm. Të kërkosh vullnetin e Zotit, jo vetëm bekimet e Tij. Të kërkosh drejtsinë e Tij, jo vetëm suksesin e jetë. Të kërkosh praninë e Tij në jetën tënde dhe jo vetëm Zotin si zgjidhës i problemeve tua. Këtu Jezusi godet idhullin modern, sigurimin absolut. Ne themi, së pari, më lëro Zot të rregulloj pak jetën time, pastaj do merrem me ty, me fjalën tënde, me vullnetin tënd. Jezusi na thot së pari Zoti, pastaj gjithçka do të vendoset me ndihmën e Tij dhe me përpjekjet tona në rendin e dur. Kierkegaardi do ta quajë këtë zgjedhja që e shpëton shpirtin nga dy fytyrësia, pra të duash një gjë të vetme, dhe kjo gjë është Zoti. Si hym në mbretërinë e Zotit? Nuk hym me merit, as me reputacion moral, as nëpërmjet veprave tona të mira. Hym vetëm me pendim dhe besim në Jezu Krishtin, shpëtimtarin dhe Zotin ton. Mbretëria e qiellit, mbretëria e Zotit ka vetëm një derë. A dini që Jezusi tek Ungjilli sipas Gjonit, një nga deklaratat e tij të mëdha që ai bëri, ishte pikërisht kjo: Unë jam dera. Ai nuk është vetëm një mësues i mirë, por ai është mbreti i mbretër dhe shpëtimtari i vetëm i botës. Të hysh nëpërmjet tij në mbretëri do thotë, së pari, të rrëzosh fronin e vetes, fronin e unë jamit personal në qendër. Së dyti, të pranosh faljen që buron nga gjaku i Jezu Krishtit dhe Krishtin si shpëtimtar dhe Zot. Së treti, do thotë të rilindësh nga fryma e shenjtë. Së katërti, të ecësh si një qytetar i një mbretërie tjetër edhe kur je ende në këtë botë. Së katërti, e vërteta tjetër është pikërisht e vërteta që qëndron mbi pyetjen kush qëndron jashtë mbretërisë së Zotit.
Ta mendosh për një moment. Kjo është pyetje shumë e madhe. E pra Bibla thotë që jashtë qëndron njeriu që refuzon mbretin. Ai që do bekimet pa bindjen. Ai që do moralin si fasad, por jo si pendim zemre. Ai që e mban Krishtin si një opsion, por jo si Zot. Ai që bën veten mas të së vërtetës. Jezusi nuk e përshkruan mbretërinë si një klub të njerëzve të mirë, por si populli i njerëzve të dorëzuar në duart e tij. Edhe në fakt tragjedia më e madhe nuk është të mos kesh, por të kesh gjithçka dhe të kesh humbur mbretin mbi mbretër. Ndaj miq, pyetjet e kësaj dite janë këto. Cili është prioriteti në jetën time? Më parë, çfarë kërkoj më shumë? Nëse e para në jetën time është frika, paraja, shqetësimi për botën, për jetën, për veshjen, për të mirat materiale, për opinionin e tjerëve, dhe jo një dorëzim në duart e mbretit vërtet. Ndaj sot vendos një akt kërkimi konkret. Nis të lexosh Biblën, një kapitull çdo ditë. Kjo është të vendosësh shpalljen e rendit. Nis të lutesh, të kërkosh Zotin me gjithë zemër. Bibla thot, kërkoni dhe do të më gjeni nëse më kërkoni me gjithë zemrën tuaj, tha Krishti. Së treti kërkoni drejtsinë e tij. Pra sot nis të bësh një gjë të drejtë që të kushton. Mbretëria shihet nga zgjedhjet që ne bëjmë. Së katërti, dorëzoj ankthin shqetësimin tek Zoti. Sa herë ankthi yt ngrihet lart, thuaj Zot, po kthehem tek mbretëria jote. Ti je mbreti im, jo problemet e mia. E pra miq, ky është meditimi i kësaj dite dhe unë nuk mund ta mbyll pa ju lutur Zotit së bashku. Le të lutemi. Ati dashur, ne rrëfejmë dhe shpallim se kemi kërkuar gjërat e kësaj bote më shumë dhe më parë se sa ty. Na fal që kemi vendosur në jetën tonë rendin e gabuar. Sot ne zgjedhim të kërkojmë mbretërinë tënde, sundimin tënd mbi zemrën tonë, mbi mendimet tona, mbi jetën, mbi shtëpinë, mbi punën dhe vendimet tona. Na jep pendim të vërtet, besim të gjallë në Jezu Krishtin dhe guxim që të jetojmë si qytetarë të mbretërisë së qiellit në një botë që kërkon mbretëri të rreme. Edhe ashtu siç ti na ke premtuar, na mëso të besojmë se kur ti je i pari, gjithçka tjetër vjen në vendin e vet. O Zot, na beko dhe na mbro, na udhëhiq na drejto ti sot, bekoj burra dhe gratë që janë me mua duke ndjekur këtë meditim të kësaj dite. Udhëhiq dhe drejtoj ti. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti ju bekoft miq. Mezi pres sërish të takohemi nesër në meditimin e ditës.